takimi që kishin në Hag, çfarë mund të zbuloni diçka për komunikimin? Me djemtë atje kur kam qenë unë me i pa? Po. Jo, unë po të kisha fuqi dhe mundësi ekonomike, financiare, do kisha shku me i pa njëherë në muaj ata djemë se unë i dua shumë. Dhe ata më respektojnë e më nderojnë shumë. Por unë kam shku vetëm njëherë me i pa ata, e njëherë kam shku atje me pa, po më shumë kam shku për me marrë pjesë një protest. Bile në herën e dytë, kur isha atje që shkova me pa, edhe me shku në protest, me Hashimin kam komunikuar vetëm nga dritarja, a ishte jashtë të bëgjiro në bore folta atje si më kanë të folë me vete, e unë ishte këtu brenda dhe komunikojshem me ta, të më thënë, ishte diçka tjetër. Kurse herën e parë kam nejtë nga 3 orë me secili. Hashimin, me Kadriun, me Regjepin, me Jakupin, edhe me Nasimin në atë kohë, edhe me Isni Kucatin, edhe me atë Qalin, edhe me atë Pjetër Shalën. Po, në 3 orë me secilin. Thaçi, Veseli, çfarë ishin optimist në fund kjo do mbyllej me një fund pozitiv? Absolutisht, unë e kam thënë edhe kur jam kthyer. Unë shkova t'ju jap shpirt atyre, t'ju jap moral, t'ju jap fuqi, me atë mendim shkova dhe ata më dhanë mua. Më kupton? Nuk pa nevojë për t'ju dhënë diçka atyre, po ata më përkthejlën mua, s'kishte nevojë të përkthejlja unë ata. Ata më dhanë fuqi mua, ata më dhanë moral, ata më dhanë frym, vullnet, gjithçka, sepse ishin nivel shumë i lartë i qëndrimit dhe shiko, ata nuk i kanë borxh kërkujt asgjë. Dhe kur si ke borxh kërkujt asgjë, je i qetë. Je rahat me veten dhe me këtë dynjën. E keqja që ndonjë kur ke borxh është diçka tjetër. Por çështja shtrohet që ky gjyq nuk është gjyq drejtësie. Sepse isha një ditë në dhjetorën e kaluar, isha në Bologna të Italisë. Atje takova një jurist, arbresht. Jurist me emër ishte ai. Dhe duke biseduar i bëra një pyetje, jo pa qëllim ja bëra pyetje. I thash, atakohen ndonjëherë e drejta me drejtësinë. Dhe ai tha, edhe mund të ndodhë. Besoj më kupton. E drejta është me burrat që janë atje në Hagë, me djemt që janë atje në Hagë. Po drejtësia është si ta vendosin politikat ndërkombëtare, të lindjes e të perëndimit. Për arsye se atje në atë gjyqin e Hagës janë duke ndeshur politikat lindje perëndim. Ata janë thjesht një grup luftarësh që kanë ndodhur në atë vinë e frontit aty dhe ato vriten, ato shpëtojnë, mvaret se cila nga forcat do të dominojë tjetrën edhe të mund të qojnë ndihmë, apo do fuqizohet forca që kanë përballa, do fuqizohet forca që i mbështet. Domethënë, po era nga po fryn era tani, se gjyqi është drejt fundit. Shiko, problemi është që atje kanë kaluar një 300 dëshmitar, që 99% e tyre kanë qenë dëshmitar të fshetë, që nuk e di kërkush se që kanë thonë. Dëshmitar duke thonë budalliqe, jo më kanë nalë në rrugë, po pse më kanë nalë. Imagjinoje, unë nuk e kam më shumë konfliktin me qytetarët, sa më duket interesant me qytetarët, në ata që dalin dëshmitar atje gjëna, se sa më duket interesant fakti që partitë politike në Kosovë nuk distancohen nga ata dëshmitarët. Sepse për shembull, X dëshmitar shkon atje në Hagë dhe thotë, unë kam qenë i policisë Serbisë deri në qershor të vitit 1999. Mua më kanë ndaluar dhe më kanë burgosur forcat e uqërosë.
Dhe këtë më kanë bërë vetëm se kam qenë antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Domethënë,